Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut azza wa jall. Sa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut azza wa jall me takimet tona të zakonshme të radhës me serin e emrave të bukur të Allahut azza wa jall. Në takimin e kaluar kemi marrë për emrin Allahu xhalla ula Tawwab dhe kemi përmendur kuptimet e këtij emri dhe gjithashtu reflektimet dhe ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Sot me lejen e Allahu xhalla ula do të vazhdojmë si zakonisht do të thotë me emrat e radhës dhe do të vazhdojmë gjithashtu me atë që tashmë kemi të njohur nga kjo seri. Emri që sot do ta marrim me lejen e Allahut azza wa jalla është një emër i cili zakonisht kur përmendet është i kombinuar me një emër tjetër dhe nuk ndahet asnjëherë. Madje emri i dytë nuk përmendet ndryshe përveç se i kombinuar me emrin e parë. Fjala për emrin e Allahut El Hayy El Qayyum, i cili është përmendur në ajetin më të madh në Kur'an dhe gjithashtu është një nga emrat e Allahut azza wa jalla që i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka përmendur shpesh. Madje e ka përmendur në disa lutje që kanë të bëjnë me largimin e telashave, brengave, kërkimzidhjeve e kështu me radhë. Para se të kalojmë tek kuptimi i drejtë i këtij emri dhe para se të kalojmë tek ajo që ka me këtë emër, do të përmendim fillimisht kuptimet gjuhësore që i ka ky emër dhe nga ajo që buron ky emër. El Hayy vjen nga shprehja e njohur arabe që përdoret për jetën dhe gjallërinë, El Hayat. Andaj gjithmonë fjala hayat në gjuhën arabe përmendet të kundërtën e vdekjes. Madje në kundërtën e çdo plagështie dhe dobësie dhe mangësie. Prandaj kur dikush cilësohet me jetë, përdoret për cilësinë e tij kjo shprehje. Dhe gjithashtu për gjallërinë, aktivitetin, angazhimin e tij përdoret gjithashtu kjo shprehje. Prandaj vetë fakti që ka të bëjë me gjallërinë dhe me jetën jep me kuptu kuptime të shumta që nxirren nga kjo, pa pas nevojë të futemi në detalet e tjera që kanë bënë me aspektin gjuhësor. Ndërsa sa i përket këtij emri dhe vërtetimit se është emri Allahut azza wa jall, padyshim se çdo kush prej neve spaku e din për një vend Kur'an se është përmend ky emër. Do të thotë fjala është për Ayatul Kursin, ku në fillim të këtij ajeti madhështor, madje ajetit më të madh në Kur'an, Allahu xhalla wala thot Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum. Andaj kjo është një pohim dhe vërtetim përmes këtij ajeti se Allahu xhalla wala është el hayy edhe është el qayyum. Gjithashtu është përmend edhe në disa vende tjera emri Allahu xhalla wala el hayy i ndar nga emri i tij el qayyum, wa huwa el hayyu alladhi la yamut. Ai është i gjallë i cili nuk vdes. Wa tawakkal ala el hayy alladhi la yamut. Dhe mbështetu në të gjallën i cili nuk vdes. Ndërsa el qayyum nuk është përmend asnjëherë në Kur'an i ndar nga emri Allahut el qayyum, nga emri Allahu xhalla wala el hayy. Prandaj argumentet shumëta në Kur'an dhe gjithashtu në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të vërtetojnë se Allahu xhalla wala ka emër që quhet El Hayy dhe ka emër që është El Qayyum. Ndërsa kuptimi i drejtë i këtij emri raport me Allahun xhalla xhelaluhu flas për emrin Allahut El Hayy fillimisht, pastaj për El Qayyum, nuk shkon larg nga kuptimi gjuhësor, përveç se jipen disa kuptime që janë të veçanta për Allahun subhanahu wa taala, sikurse çdo emërtim tjetër që shkon në kuadër të asaj që ka përmend vetë Allahu xhallahu ala në surën Shura, leysa kamithlihi shay. Nuk është i ngjashëm me të askush. Andaj Allahu xhallahu ala ka jetë, është haj dhe kjo jetë nën kupton se nuk i afrohet asnjë emet nga asnjë anë. Njeriu mund të jetë i gjallë,
për mund të jetë edhe i smut. Njeriu mund të jetë i gjallë, për mund të jetë edhe i lodhur. Njeriu mund të jetë i gjallë, për mund të jetë i habitur. Njeriu mund të jetë i gjallë, për mund të jetë edhe i uritur. Njeriu mund të jetë i gjallë e mund të jetë me gjithë ato dobësitë e shumta që mund të ndodhi njeriut apo çdo gjallëse tjetër. Ndërsa Allahu xhallahu ala është i pastër nga të gjitha këto tmeta. Andaj gjallëria e tij nënkupton gjithashtu të pastruarit e Allahu xhallahu ala nga çdo emet që e cënon apo e rrezikon këtë gjallëri. Kjo është një kuptim i emrit të El Hayy në raport me Allahun xhallahu ala. Gjithashtu kuptimi i drejtë i emrit të Allahut El Hayy në raport me Allahun xhallahu ala është se Allahu xhallahu ala këtë emër e ka të qenjes e tij. Do të thotë nuk është sikur se njeriu. Gjallëria e njeriu nuk është qendësore e tij, apo por është e dhuruar. Nuk ka qenë i gjallë, Allahu ja ka dhënë. Pastaj, pas një kohë caktuar, Allahu xhallahu ja merr. Pra nuk është pjesë qendësore e tij gjallëria e tij. Ndërsa jetën që Allahu e ka, nuk ja ka askush në dorë këtë jetë. Dhe askush nuk mund t'ja merr, e askush nuk ja ka dhënë, gazet kjo është qendësore për Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu nga kuptimet e emrit Allahu El Hayy në raport me Allahun xhallahu ala është se çdo gjë e gjallë që ka në kosmos dhe në gjithë ato që Allahu ka krijuar, gjallërinë e merr nga emri i tij El Hayy. Andaj çdo gjë është e gjallë dhe ngjallet me emrin e tij El Hayy. Prandaj edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdor, sikur do të vjen me tutje, këtë emër të Allahu xhallahu ala për ngjalljen e disponimit, për ngjalljen e zemrës, për ngjalljen e jetës, që na ka kapluar në një problem, në një telashe, në një sfidë e kështu me radhë, nga se Allahu xhallahu ala me emrin El Hayy është ai i cili e rikthen jetën përsëri në formën e duhur. Është ai i cili jep jetë çdo kujt. Andaj, sikurse e ka përmendur Allahu xhallahu ala në shumë vende në Kur'an, se është ai i cili yukhrijul hayya min al-mayyit. Nga i vdekuri, nga i dikuri që s'është fare, nuk ekziston, s'ka pikë jetën te, Allahu xhallahu ala e pikon jetën te dhe ai bëhet i gjallë dhe lëviz. Madje Allahu te baraka ve taala u ka dëshmuar njerëzve për fuqinë e tij me emrin e tij El Hayy, se edhe nga gjërat e ngurta që në esencë nuk lëvizin dhe nuk kanë gjallëri të dukshme, Allahu xhallahu ala dhe nga ato kanë nxjerr jetë, sikurse kanë nxjerr nga guri për popullin e Salihut, e kanë nxjerr devën që lëviz, e kështu me radhë, dhe nga shkopi që është i ngurtë dhe nuk lëviz, kanë nxjerr një gjarë për që lëviz dhe i ka dhënë jetë që të lëviz me emrin e tij El Hayy. Pastaj gjithashtu Allahu xhallahu ala për të internuar me këtë emër në jetën e përditshme të njerëzve, nuk kushtohet me kushte të caktuara. Andaj edhe në krijimin e njeriut, Allahu xhallahu ala u ka dhënë jetë në mënyra të ndryshme. Nga njëra bën që të del jeta nga bashkimi i dy çifteve, por nga njëra Allahu xhallahu ala ka bërë që të del jetë nga një çift pa prezencën e çiftit tjetër, sikurse është rasti me Isa alayhis salam dhe me Hawa alayha salam e kështu me radhë. Ana gjitha këto nga njëra përjashtime dhe gjendje të jashtëzakonshme ndodhin për të dëshmuar fuqinë e Allahu xhallahu ala dhe mundësinë e tij për të vepruar jashtë çdo rrethane, jashtë çdo kushti, nga se jeta e Allahu xhallahu ala sikur thotë nuk kurzohet me asnjë kusht. Prandaj Allahu xhallahu ala nuk e ka marrë këtë jetë nga askush dhe nuk ja ka bërë këtë jetë askujt dhe askush nuk e ka në dorë jetën e tij. Ai është El Hayy i pavarur dhe jeta e tij është e pakurzuar me kushte për dallim nga jeta e njeriu. Andaj njeriu për të jetuar kurzohet me disa kushte. Për këtë arsye edhe shpesh Allahu xhallahu ala e përdor këtë fakt për të rënuar adhurimet e tjera pas Allahut azza xal dhe për të kthyer njerëzit në adhurimin e Allahut një që është i gjallë dhe nuk vdes. Dhe të njëjtën e ka përdorur edhe Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu në rastin e njohur të shumë përmendur, kur e ka përmend pikërisht këtë fakt se Allahu është i gjallë, nuk vdes, andaj ai duhet të adhurohet dhe duhet vazhduar më tutje, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, edhe pse ka qenë krijesë më e dashur në Allahu xhallahu ala, megjithatë kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo krijesë do ta shijojë vdekjen, por aq do thotë atij që e ka dhënë jetën edhe vdekjen, ai nuk vdes, nga se kështu ka thënë Allahu xhallahu ala dhe kështu është bindja jonë. Prandaj krejt ato që kanë bëjnë me jetën, me gjallërinë e pa kurzuar, domethënë të
të përsosur, absolute, një jetë që nuk ka fund asnjëherë, madje nuk i afrohet asnjë emet, sikurse ka mohuar disa prej tmetave që mund të prishin cilësitë e jetës, i ka mohuar Allahu xhallahu ala në Ayatul Kursi. El Hayyul Qayyum, i gjalli dhe el Qayyum që do ta marrim, dhe si shembull i kuptimit të drejtë të gjallërisë të tij është la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, nuk e ka atë kotja e as gjumi. Nga se jeta e njeriu do thotë sado që të ketë gjallëri, sado të jetë i lëvizshëm, sado që të jetë i gjallë, megjithatë duhet një kohë caktuar me pushu. Ndërsa nga përsosmëria e gjallërisë Allahut azza xal është se Allahu te baraka nuk flan, edhe sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna Allaha la yanam wala yanbaghi lahu an yanam. Allahu xhallahu nuk flan e as që i duhet me flet. Nga se nganjëherë ne nuk flajm, por i rezistojmë gjumit, ai vije, ne i rezistojmë. Na kem nevojë, mund ta shtyjmë një kohë caktuar. Ndërsa Allahu nuk flan dhe nuk është mos gjumi i tij për shkak të rezistencës dhe fuqisë, po la yanbaghi. Nuk ka nevojë Allahu xhallahu me flet. Prandaj kjo është nga ajo që kuptohet se sa absolute dhe sa e përsosur dhe sa e përkryer dhe sa e plot është jeta dhe gjallëria e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe komentet e ulemave të gjitha sillen këtë kuptim kur flasin për emrin Allahu xhallahu ala, qoftë për një jetë që nuk ka fillim apo qoftë për një jetë e cila nuk ka asnjë tmet në kët, asnjë dobësi, asnjë kushzim, apo qoftë që ka të bëjë me kuptime të drejtë që ka të bëjë me jetën e Allahu xhallahu ala, e cila nuk ka fund, kullu shay'in halikun illa wajha. Do thotë të gjitha krijesat do të shkatërrohen, të gjitha do të vdesin përveç Allahu subhanahu wa taala. Nëse kuptojmë drejt atëherë këtë, se Allahu xhallahu është i gjallë, kjo padyshim se tek ne duhet të shkakton ndryshime të shumta në jetën tonë. Kuptime të caktuara përmes të cilave me lejen e Allahu xhallahu ala mendoj që jeta jon duhet merr kuptim tjetër, nga se bëhet për të gjallën që ai na ka dhënë jetën. Prandaj, nëse do me kuptoj jetën, e kuptojmë përmes atij që na e ka dhënë jetën, jo ndryshe. Çdo kuptim i jetës i ndar nga të kuptuarit e atij që na e ka dhënë jetën, bën që kjo jetë mos të ketë kuptim. Prandaj jeta merr kuptim, jeta merr kvalitet, bëhet me cilësi të caktuar atëherë kur kjo jetë kuptohet në frymën dhe në dritën e atij që na e ka dhënë jetën. Prandaj çfarë kuptojmë nga emri Allahut El Hayy? Po na kuptuam El Hayy në raport me Allahun xhallahu ala. Por çfarë kuptojmë nga El Hayy në raport me neve? E para, padyshim, që duhet të reflektojnë jetën tonë të përditshme është që të na shtohet dashuria ndaj Allahut azza xal. Nga se kur e din se Allahu xhallahu është i plot apo është i gjallë dhe ti je ai që e adhuron, dhe e din se në çdo kohë, në çdo rast, në çdo situatë, në çdo rrethon, kur ti Allahut i drejtohesh, ai është i gjallë, apo as nuk është i angazhuar me diçka tjetër, e as nuk është i vdekur, e as nuk e ka penguar diç, e as nuk është i lodhur, e as nuk është në gjumë, e as në koti, e as në asgjë. Prandaj kjo ndjen e jotja se Allahu xhallahu në çdo situatë është i gjallë, gjithmonë është i gjallë, gjithmonë është i gatshëm për të dëgjuar, për të përcjellur ty, padyshim se kjo bën besimtar që ndihet krenar ndaj Zotit të tij, dhe gjithashtu edhe të shtohet dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në anën tjetër, njohja e këtij emri na bën që të kuptojmë të gjitha emrat e tjerë të Allahut azza xal. Nga se nëse një njeri për shembull është i vdekur, a ka kuptim bujaria e tij pastaj? S'ka kuptim. Nëse një njeri është i vdekur, a ka kuptim dëgjimi i tij pastaj? S'ka kuptim. E kështu me radhë me gjitha cilësitë që mund njëri me i pas. Prandaj, të gjitha emrat e bukur të Allahu xhallahu ala marrin kuptim të drejtë atëherë kur na e dim se ai është i gjallë. Dhe kuptojmë drejt gjallërinë e Allahu xhallahu ala. Prandaj, edhe të gjitha veprimet tona në raport me Allahun xhallahu ala marrin kuptim atëherë kur me të vërtetë e kuptojmë se ai është i gjallë. Nga se ti mundesh për shembull në jetën e përditshme me e kthy me njërin, çfarë kuptimi ka shoqëri me dikën që disponon kur ai është tash i vdekur. Madje njerëzit në kësaj bote subhanallahu, vdekja në esencë, edhe gjumi që është pjesë e vdekjes. Moment kur dikush
nuk është prezent me gjallërinë e tij përballë teje, me automatizëm të bën ti mundi vetëm. Të bën ti mundi si i zbrast, edhe pse ai është aty. Prandaj, nëse një njeri me vllahun e tij, ose burri me gruan e tij e kështu me radhë, deri dje kanë qenë me një dhomë, kanë qëndruar me një dhomë, kanë flet me një dhomë, dhe tash moment ai i dyti vdes. A ka mundësi vetëm një natë, pas nërsa 20 viteve, 30 vite ka kalu së bashku, tash veçtin me gjallëri, dhe ndjene se dikush përballë ti është i gjallë, apo, dhe po e shikon dhe me gjallëri po komunikon me te, me automatizm jep disponim edhe shoqëri. E thënë vetëmin. Momentin kur merr vesh se ky ka vdek, me natë moment, a ka mundësi bile s'paku veç një natë me e kalu së bashku me te me flet, nuk ka mundësi jepë. Iki njerëz me ti me njëra pëtën. Nuk është ma e shoqëri, nuk është ma e disponim, nuk është ma ajo ndjen e një lloj mbështetje, nuk ekziston më fare, bjen me hera pëtën. Edhe pse është përballë krijesës pëtën. Andaj, ke me kuptu se njeriu, përderisa din se Allah është i gjallë dhe nuk vdes, gjithmonë duhet mbetet i disponuar përballë tij. Gjithmonë duhet mbetet i mbështetur në Allahun xhalla xhelalu, gjithmonë duhet mbetet kenar me te, gjithmonë duhet mbetet në shoqëri me Allahun xhalla ora, që ta ndin shoqërinë Allahun xhalla ora, kur nuk është i vetmuar, kur nuk dihet i braktisur, kur nuk dihet i dëshpëruar, nga se ai që gjithmonë i ka dhënë disponim dhe ai që gjithmonë ka komunikuar me te, ai është gjallë atë. Pra kjo është një reflektim interesant në jetën tonë, që prandaj edhe dietarët e kam përmend se nga kuptimet e emrit El Hayy është që besimtarit fillon të ngrit një shkallë që quhet El Unsu Billah. El Unsu Billah është që njeriu të ndihet gjithmonë në shoqërinë e Allahut Azza wa Jall. Asnjëherë mos ta kaplan ndjenja e vetmisë. Nëse ndjenja e vetmisë për njerin që është i dopt, apo është një ndjenjë e papërshtatshme, e pakëndshme, ndihet i pasigurt kur është vet, nuk ndihet rahat kur është vet. Por jo gjithmonë mund me kohë në shoqërinë e krijesave. Prandaj investimi i tij në këtë drejtim përmes emrit të tij El Hayy dhe përmes kuptimit të drejtë të këtij emri bën që njeriu të përshkohet dhe gjithashtu të ngrihet në drejtë që quhet El Uns, të shoqërohet me Allahun xhallahu ala, dhe pastaj në asnjë situatë nuk ndihet i vetmuar. Përkundrazi, nganjëherë vetmia për të është më e mirë se sa shoqërimi. Për këtë arsye dhe dini se ka dhe ibadete të caktuara në shariat që preferohet vetmia në to, sikur se është itikafi, apo sikur se është për shembull namazi i natës, sikur se është lutja Allahu xhallahu ala në vetë njeriu me lut Allahu xhallahu ala. Po nuk ka në shariat lutje kolektive me zë, por vetë në raste të përjashtuese, kështu me radhë, që ka vënë pejgamberi sa sikur se është në istisqa ose në kunut e kështu me radhë, mirë, po në esencë duaja ka një lloj privatësie mes robët edhe mes Allahut Azza wa Jall. Dhe në këtë privatësi, apo kush jep disponim, kush jep kuraja, kush jep optimizëm robit, se ti në rrugë të mirë, gjallëria Allahut Azza wa Jall. Prandaj, kjo ka reflektimin e vet tash në aktivizimin e të gjitha emrave të Allahut xhallahu ala, dhe gjithashtu jep kuptim të gjitha adhurimeve tona që ne me to e adhurim Allahun subhanahu wa taala. Madje gjitha marrin kuptim atë kur dim se Allahu xhallahu ala është i gjallë. Prandaj edhe Allahu te baraka wa taala kur flet për tevkulin, një nga adhurimet madhore të zemrës që kemi folur për të edhe të kemi Allahu te wakil, thot wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut. Mbështetu në atë që është i gjallë nuk vdes. Sa njerëz mbështet në gjëra që shkojnë dhe vdesin, pastaj janë zhgënjy, janë demoralizuar. Madje ky zhgënjim i ka shpi deri në vetvrasje, deri në ndarje, deri në depresione shkatërruese për ta. Nëse nuk e gjen kështu besimtarin atë. Ka se din se Allahu xhallahu ala që e ka adhuru dhe vazhdon të adhuron është i gjallë dhe nuk vdes asnjëherë atë. Pra sa njerëz janë mbështet në parat e tyre duke e thithur fuqinë dhe autoritetin për tyre, kur kanë shkuar ato me rënimin e tyre kanë rrota gjithë apo. Sa njerëz e kanë ndërtu fuqinë e tyre dhe janë mbështet fuqimisht në autoritet, kur ka shkuar s'ka mbet kurkush hiç apo. Nga se janë mbështet në atë që vdes, në atë që perëndon, në atë që shkon. Nërsa besimtari i cili është mbështet në Allahun xhallahu ala, a perëndon ndonjëherë? Asnjëherë. A vdes ndonjëherë? Nuk vdes kurrë. Prandaj gjithmonë është aktiv, gjithmonë është i gjallë,
gjithmonë është i disponuar me të mbështetur e tij në Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo teorikisht vëzëruar është shumë thjesht më përmend, shumë lehtë më e thon. Mirë po, sot kjo përbën një problem madh njerëzor, apo që njerëzit e kanë humbur besimin, e kanë humbur bindjen, e kanë humbur mbështetjen. S'ka njeri sot në botë rrallë illa me rahim Allah, pos Allahu që e ka mëshiruar e që nuk është i mbushur me një dozë caktuar të pasigurisë. Apo, nga se nuk din mo kush i ruan, nuk din mo kush i mbron, nuk din mo ka me shku. Andaj, shpesh herë i godas me pasiguri ekonomike, apo, ose shpesh herë i godas me pasiguri shëndetësore, duke futur panika caktuara se përhapet kjo, se përhapet ajo, se kështu me radhë. Ose shpesh herë i godasin njerëzimin me pasiguri të luftave, të shpërthimit të konfliktive të caktuara, të daljes në shesh të grupeve të ndryshme terroriste kështu me radhë, dhe gjithmonë pe panikën në panik. Apo tamam sigurohen se tashmë, për shembull, ja policia jon, ushtria jon shumë e sofistikuar, i ka këtë dorë dhe për njëra ndodh diçka që e dridh këtë siguri dhe e shënon nga siguria në pasiguri. Andaj këtë ide shkon kështu. Pak çaste një siguri e caktuar se mbështeten apo në mëdhajt e tyre, në udhëhecët e tyre, dhe nuk kalon shumë kohë depërtohet nga anë të ndryshme që shfaqet pasiguria, ndërsa besimtari mbet i sigurt gjithmonë. Investimi i tij është i sigurt, nga se Allahu është i gjallë atë. Adhurimi i tij është i sigurt se Allahu xhallahu është i gjallë. Sa njerëz kanë adhuruar njerëz, apo dhe pikrisht edhe për me mbajt gjallë adhurimin e njerëzve kanë shpik adhurimin e varrezave ato. Për shkak se e kanë ditë, në qoftë se këtë adhuron, në qoftë se këtë njëri atëherë kë ka më vdek, atëherë duhet të përgatisim terrenin që edhe mas vdekjes tij me një version të caktuar të imam njerëz gjallë në këtë adhurim. Duke thënë se ky edhe pse është në varr, ky është dikun tjetër, po ky të dëgjon, ky është i gjallë, ky të sheh e kështu me radhë. Andaj sot thash njerëzit bredhen nga adhurimi në adhurim, nga pasiguria në pasiguri, e nga shumë gjëra tjera që e njollosin jetën e tyre, e humbin kuptimin e saj, e humbin cilësinë e jetës për çfarë arsye? Për shkak se thash ata nuk jetojnë me emrin Allah xhallahu ala el hayy. Për kuptime tjera që gjithashtu duhet ta kuptojmë, për kësaj është se ajo që thek edhe më herët se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili jeta e tij është pa asnjë njoll. Dhe ka mohu Allahu xhallahu në shumë vende në Kur'an, apo se Allahu te barekuhu teala mund ta godet diç për njollave dhe dobësive që godet jetën e njeriu. Dhe gjithashtu kjo fuqizon edhe kuptimin e parë dy që përmana që Zoti jon është i veçantë ndaj tjerëve. Andaj nëse na kemi një Zot të nderuar që nuk flan e as nuk ka nevojë që të flan, a duhet të jetë raporti jon me këtë Zot njëjtë, sikurse raporti atyre që e dinë që Zoti tyne flan? Nuk duhet me qenë. Në qoftë se dallon Zoti jon pe zotëve tyne, atëherë duhet edhe robëria jon ndaj Zotit ton dallon nga robëria e tyre ndaj Zotit tyre apo. Prandaj, në qoftë se ata janë të gatshëm që për atë periudhë që dinë që Zoti tyre është i quajtur dënin, me bëj gjithçka që është e mundshme, që të rrinë, të shkojnë, të ecin, që ndrojnë këmbë, të sakrifikojnë, nga se dinë se pas së është Zoti tyre ik dikun. Për atë periudhë që dinë, atër sa duhet ne t'jemi të përkushtuar dhe Allahu xhallahu ala, që dim që Allahu xhallahu gjithmonë është i gjallë. Ata e dinë se Zoti tyre ndoshta vdes, ose shkon, ose nuk dëgjon, ose të meta ndryshme të gjallërisë së Zotit të tyre që kanë. Megjithatë i gjen me një bindje që nganjëherë mund të sfidojnë bindjen tonë. I gjen të gatshëm për të sakrifikuar deri në atë mos që sfidojnë edhe gatshmërinë për të sakrifikuar na për Zotin tonë xhallahu xhelaluhu. Prandaj, nëse kemi këtë Zoti, duhet të dallojnë atë rrënjësisht edhe veprat tona, edhe sjelljet tona, edhe qëndrimet tona, edhe bindjet tona rrënjësisht nga ata që kanë tjetër Zot ato. Zoti që të flan, habitet, gabon, është i uritur e kështu me radhë. Prandaj edhe kjo ka bërë që ashabët e pejgamberit të dallojnë, nëse ata njerëz kanë qenë. Me qenë që sikur se kemi përmend, ashab që ne i dim janë bijt e ashabëve. Pejgamberi sa mund të më kuptoj të qysh se po, kjo gjenerata e parë ka pas meta, i ka edukuar dhe i ka evitu metat nga gjenerata e dyta ka dalë më e mirë apo. Por jo, e para ka qenë më e mirë, e dyta më dobë se e para ka qenë.
Nëse e para ka qenë e zhytën diçka që asnjë masoj s'ka qenë e zhytën të tepër. Në kjo dallon shumë. Çfarë ka bërë me kuptu? Dedje kanë adhuru idhuj që vdesin, madje ta natën kanë adhuru ambëlsira të formsuar në formë të idhujve dhe në mëngjes kur janë lodhi kanë ngrënë zotat e tyre. Që ditë kanë pas. Mi po kur kanë kuptuar se qenë kanë zot el hayy i gjallë që nuk vdes kur, as sunehan, as unë prek apo atëra kjo ka bërë që jeta e tyre tash komplet të ndryshon përballë kuptimit të këtij emri. Pra ne sa më fuqishëm e kuptojmë gjallërinë e Allahut azza dhe sa më prezente është në jetën tonë kjo, aq më tepër ndikim do të ketë në përmirësimin edhe të veprave tona, të bindjeve tona, të qëndrimeve tona e kështu me radhë. Gjithashtu për asaj që e marrëm për kësaj është se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e jep jetën. Prandaj jeta nuk është në dorën e askujt. Allahu është ai i cili jep jetën kujt të don. Ose në kuptim të asaj fillestare. Allahu xhallahu është ai që kujt na don i jep jetë. Krijon këndon për fëmijëve, qoftë mashkull, qoftë femër, ai është që i jep jetën. Prandaj sa ndodh për shembull që të shkon puna mirë me krijimin e një fëmijës në mitrin e nonës. Fillon mirë dhe pastaj ndëgjon se jo nuk është i gjallë më. Po filloi shkoi mirë, medicina tha se këtë në rregull, po ai është që është i gjallë si ka dhënë jetë atë. Ai ka caktuar kaq jetë e tij. Prandaj nga kuptimi i drejtë ndaj emrit të Allahut el Hayy është se Allah është ai që jep jetën kujt të don dhe ai cakton sa do të jetë ai në këtë botë i gjallë atë. Sa do të konsumon nga gjallëria e Allahut xhalla xhelaluhu. Allahu i jep çdo kujt. Dhe kjo është e përcaktuar jo me vite, por me frimarje. Kaq frimarje kemi i thith apo që përmes tyre garantohet gjallëria. Ktu përfundon gjallëria jote dhe posa të përfundon furnizimi i Allahut me gjallëri robën e tij, robën mbeti i vdekur apo. Madje ne çdo natë jemi në kontakt me këtë çështje përmes gjumit ton, nga se njeriu që i flan për një moment caktuar apo është më afër vdekjes se sa që është jetës. Prandaj Allahu xhallahu ala përmend se Allah është ai i cili do thotë i bën shpirat që të vdesin kur janë në gjumë. Pastaj kujt të zënë Allahu xhallahu ala i vazhdon kontratën e jetës në mëngjes, do të çupi gjumit se i gjallë je. E kujt të zënë Allahu xhallahu i thotë mjaft ka qenë, nuk çohesh më aftë. Prandaj askush nuk na ka jetën në dorë. Askush nuk mund më na marr jetën, edhe nëse krejt njerëz dhe gjend çon kom apo më na marr jetën nuk mund më na marr jetën atë. Prandaj besimtari kupton se jeta e tij nuk rrezikohet nga asgjë për asaj që njerëz ikën dhe friksohen. Po sebepet duhet njëri me i marr për murujt, për shkak se sebepet janë pjesë e kësaj jete që Allah i ka vendosur. Mirë po, jo me i smadhu, jo me i rrit sebepet deri në atë mas me mendu se prej kësaj vjen vdekja apo. Pra njerëzit e kanë lidh se ai që shkon luftë des, nuk ka kështu. Sa njëri ka shkon luftë dhe u kthye apo. Ndërsa kur u kthye ka gjetë ato që kanë shpejt dekun apo. Andaj nuk është jeta dhe vdekja ndëlidhur me rrethona të caktuara. Nuk është e lidhur me situata të caktuara, nuk është e lidhur me ndikime të caktuara. Jeta dhe vdekja janë dorë Allahu xhallahu ala. Ai është yuhyi wa yumit. Ai është që jep jetën dhe ai është që jep Allahu xhallahu ala është që jep vdekjen. Prandaj kjo e bën besimtarin të guximshëm, e bën besimtarin trim, e bën besimtarin të gatshëm në çdo kohë që me jetën e tij të sakrifikon për Allahun xhallahu ala duke ditë se kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Vdekja që po ikni prej saj, ajo kom ju goditur. Nga se vdekja e ka njërin përpara. Nuk mund me ik prej saj njëri apo. Sa do që vrapon drejtim saj shkon atë. Apo nga se ti mundesh për me ik prej këtij muri, me ik në kundërt në tij apo. Sa më drejt shkon, më larg ti muri apo. Nëse ose për këtë vdekjes, Allahu e ka vendosur përpara njerëzit apo. Përpara njerëzit. Prandaj a mundesh pjesën e përparme me bot të pasme? Nuk mundesh. Se Allah ka thënë kjo është përparme jote, s'u ne bën të pasme. Për shembull, kokën me bot të pasme e barkun me bot përparme, a mushti kombinimin nuk mundesh. Se Allah ka thënë kjo është e përparme jote apo. A në qysh kjo nuk bëhet e pasme, po gjithmonë është e përparme, që ashtu dhe vdekja është përpara apo. Ktu Allah e ka vendosur. Shko këtu, ka do që shkojsh. Je përballë saj. Je në takim me ta.
Mirë pa Allah Gjellera e mban në distancë caktuar aq sa dënoj. Kur don e afron e kur don Allah Gjellera e largon. Prandaj besimtari nuk mendon se ndoshta veprimi i caktuar ose shkuar në vend caktuar ose të gjendur në vend caktuar ka bërë që jeta të shkurtohet apo jeta të zgjatet. Nga se kjo ndodh vetëm me lejen e Allahut azza xal. Nuk ndodh me u zgjat jeta, nuk ndodh me u shkurtu jeta. Edhe pse ka ardhur në hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kush ka dëshirë që të shtohet jeta, let i lidhet farefisnor apo. Me poshtimi jetës këtu nuk nënkupton shtimin e sasisë së jetës. Për shembull, ka pas mërnu 50 vjet, po për shkak të punë të mira ka mërnu 55. Kjo është e caktuar pe mati sa ka mërnu ato. Mirë po, kjo ka dy kuptime në shtimin e jetës, sikurse e kanë përmendur ulemat. Kuptimi i parë është sikurse çështja e duas. Apo Allahu xhallahu ka caktuar çka ka menduar robët ato. Mirë po, ka mundi që meleku, që Allah i ka thonë këtij melekut, robët tam dërgoja këtë bela. E në qofë se bën dua largoja. Meleku nuk e din, a ka me ndodh belas, a e ka në detyrë dhe pret. Në qofë se bën dua, si a qanë. Në qofë se nuk bën dua, ja qanë. Kjo e din meleku. Por Allah e din, a do të bën dua, do të largohet. Se të ka Allah gjellar nuk në varat, me pritë të robën që ka me bua. Prandaj edhe melekul mauti. E ka një datë caktu me kur me amar shpirtin dikujt apo. Edhe sa me elon të gjallë. Dhe i thot Allah xhallahu ala, nëse ky njeri gjatë ditës së tij e sheh melekul maut, se vazhdimisht i ka lidh farfisnore dhe ka bëu punë të mira, atëra zgjatja edhe për 3 vjet atë. Por Allah xhallahu fillimisht ende pa ndodhur kjo ka caktuar do të zgjatet apo nuk do të zgjatet atë. Pa te Allah xhallahu ala nuk ndryshojnë datat nga veprimet e njerit, nuk ndryshojnë ndodhit nga duat e njerit. Por kjo ka mundësi me ndodh në raport pe melekut që është zbatues dhe ekzekutues i urdhit drejt krijesës së Allahut xhalla xhelaluhu. Kjo është një kuptim. E këtu ka shtim nga një aspekt, po nga një aspekt nuk ka shtim. Ka shtim nga aspekti i melekut dhe aspekti jon. Nëse nga ana e Allahut xhalla nuk ka shtim. Ai ka caktuar dhe kaq do të jetë jeta e çdo kujt. Gjithashtu një kuptim tjetër që ulemat e kanë bërë kur bie për shtimin e jetës, ai nuk shtohet realisht, por ka thënë bereqeti i saj aftë. Nëse për shembull për kaq vjet njëri ka mundësi me arrit një sasi të caktuar të arriturave dhe veprave të caktuara, atëre Allah i bereqet që mbrana kohës së tij me bëu diçka që dikush më rnu dhe 3 fish në sojën e bën atë. E kjo zakonisht e gjen tek ulemat. Tek ulemat e gjen, për shembull, për kohë caktuar të jetës tyre 50, 60, 70 vjeçare që kanë jetuar, aq ka të arritura saqë domethënë 10 njerëz më i marr që rënojnë ka 60 vjet e që i bjen 600 vjet, apo nuk munden me bo as gjysmë në thosë që ai ka bo vetë atë. Në kjo është bereqeti i jetës së ulemave dhe me një kuptim mund të kuptohet se është shtim. Jo, nuk është realisht shtim i vjetëve, po është shtim i mundësisë për të kontribuar dhe për të arritur. Përndryshe jeta nuk shtohet. Është ajo dhe nëse njerëzit mendojnë se të gjindërit e njeriut në rrethana të caktuara i ka shkaktuar vdekjen ose e ka privuar nga jeta, kjo është mentalitet i munafikave që Allahu xhallahu flet për ta, të cilët u dëshpëruan për vrasjen dhe vdekjen e të afërmit të tyre në luftën e Uhudit dhe thanë: "Law kanu indana ma matu wa ma qutilu." Kishin me kon të shpëtena, s'kishin me dek, as më vra, kishin kon gjallë hala. Andaj kjo është mentaliteti i munafikave, që të mendojnë se me pakon këtu s'kish dek, po për shkak se u shkua atje ka vdek, e për shkak se kanë me të udek, e për shkak se dul për fis udek, e për shkak se që mos të shkon në udhim, s'kish dek e shkon këtu, jo kish me dek ku do të shkon ato. Nga sa që është el haj, ja ka ndërprer furnizim me jetë. Çdo ditë thash Allahu xhallahu ala i furnizon rrobëti me jetë. Çdo ditë. Madje ky furnizim është edhe në mënyra të caktuara, nganjëherë për me çupi gjumit, edhe kjo është një rikthim jetë, por edhe tash që po rrim na vazhdimisht i na duke furnizim me jetë ato. Dikujt Allahu xhallahu mund tash më anon furnizimin e jetës, dhe ai nuk mund të mbetet më gjallë asnjë të qindën e sekondës jo më tepër. Prandaj nga kjo ne kuptojmë gjithashtu të varësinë e madhe që kemi për Allahu xhallahu ala. I mendvarur nga ai
Sot njerëzit subhanallahu janë të gatshëm që të bëjnë gjithçka, të nështrohen, të robrohen, të respektojnë, të kryejnë obligime, të sakrifikojnë, veç kur e din që dikush e ka, sikur se thonë të na, apo ja ka jetën në dorë. Se ka jetën në dorë, pa e ka rrezikun në dorë, një rrugë e ka në dorë, gjithçka bën për ata. Ose me bë me zon peng dikush, edhe çdo ditë më ja kthy alltin ka balli. Me thonë ja bën e kët punë, ja të vroj. Për me rujt jetën e tij, duke menduar se ky e ka jetën në dorë, gjendë gjithçka më bë. Nëse Allah xhallahu nuk na e ka kthy kështu të armatimin ka ne, po thot jetën e keni në dorën time. Prandaj ndëgjani, shfrytëzoni jetën nga se çdo moment ju marr. Dhe përfundon mundësia që të fitoni, përfundon mundësia që të pendoni, përfundon mundësia që të përmirësoheni. Prandaj a nuk duhet që ta marrim seriozisht edhe këtë lloj të kushtimisht presionit pozitiv për të na përmirësuar, se Allahu xhallahu ala ka jetën tonë në dorën e tij. Prandaj shpesh edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe është betuar këtë mënyrë, walladhi nafsu Muhammedin bijadihi. Pashat që shpirti jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është në dorën e tij. Prandaj shikoni si dobi edhe radhës, shikoni mendje lehtësinë e mëkatarëve. Apo shikoni çmendurinë e njerëzve që jetojnë larg Allahut azza xal. Aja u ka jetën në dorë. Kur dën i merr, apo dhe me bë me i dal Allahut në gjendje, i dënon me xhenem dhe përsëri rrezikojnë, bëjnë avantura me jetët e tyre ndërsa ata s'kan kurrë në dorë. Ata s'kan asgjë në dorë. Madje nuk kanë mundësi as kur vije momenti i vdekjes me negociu, me delegumin e Allahut xhallahu ala me dikën tjetër, edhe për pak sekonda për pa mundësi me penduar. Dhe megjithatë, me gjithë këtë rrezikshmëri, përsëri i gjen me aventura ato. Prandaj selefi jashtë ndëruar e kanë kuptuar drejt këtë realitet. Se jeta është dorë në Allah xhallahu ala, ata nuk e din. Nuk kena marrëveshje me Allah xhallahu sa kena mërnuar. Nuk kena marrëveshje me Allah xhallahu ku kena me vdek. S'ka kësi marrëveshje. Krejt që ka e di mërë sa i kur dënë të qënë vdekin. Vije befas, vije në gjumë, vije në shtëpi, vije në rrugë. Kudo që tje, mund të privosh nga mundësia vazhdimit të jetës. Duke e dit këtë selefi, kjo ka ndiku pozitivisht në shuzimin e kohës, në mbushjen e kohës me punë të mira dhe gjithashtu në ruajtjen e kësaj jete që mos të bën eksperimente me tonë ka që s'kan tjetër. Nuk kanë tjetër. Po të kishte edhe një jetë tjetër, do të paramendoj me jetu nga flet. Do të paramendoj me jetu në mëkat. Do të paramendoj me jetu larg Allahut azza. Pse? Do të paramendoj me jetu në epshe. Për çfarë arsye? Për shkak se e kam një tjetër rezervë. Nëse kjo shkon, është një tjetër apo. Po kur dim që s'kem tjetër jetë. Dhe në bazë të rezultatit të kësaj jete, varet krejt çka vjen më saj. Atë vëllai njëri meqëm nuk rrezikon me këtë jetë, nuk bën aventura. Mundohet që këtë jetë ta ketë sa më kualitative, sa më cilësore për të fituar pastaj ato që vije më tutje. Prandaj emri Allahu el Hayy na permeson edhe cilëtitë jetësore, në kuptim të veprave të mira. Nga se ti e ke këtë mundësi kaq. Dhe sikurse e kam përmend në disa raste shembullin për shfrytëzimin e 10 ditësh të fundit të Ramazanit ose ditëve të vlefshme. Dhe kështu këtë jeta duhet kuptohet. Nga se këtë jeta për neve është kërkim i Lejlatul Qadrit apo. Jo vetëm të mbrëmta. Na vazhdimisht e kemi një kohë të kufizuar për ta shfrytzuar, për të fituar shumë. Para nëse në jetë i themi se në këtë dhomë që këtu jenë shef 1 milion euro apo. Fatkeqësisht po duhet me euro me kuptu xhenetin apo. Po që kjo është situata që njerëzit kuptojnë më lehtë. Janë shef 1 milion euro apo. Hin mrena edhe ku t'i bim zilës përfundon. E sa zgat, nuk e dim sa zgat, 1 minutë, 2 minutë, 10 orë të me kërku, nuk e dim sa të me kërku. Po ti hin mrena, na kur t'i bim zilës, dhe që mor fund kërkimi apo. Nuk vlen asaj me gjithë. Njëri kur futet në këtë me kërku apo. A ka vakt me fol me këta, me pushu me as buksan, as ujë spinas, me kërkon një herë se ka frikë, duke kërkuar ndoshta është afër me angjit, i bën zilës. Shkoj, do të më daj për jashtë, nga se përfundoi loja. Prandaj njëri në këtë botë, nga njëri mund të jetë shumë afër teubës, shumë afër përmirësimit, apo po e lëm për nesër, edhe i bie zile, e s'ka nesër. Tash jam të shku më aftë. Thot për pak isha me kap. Prandaj a ka në ditë pejgamberi se njëri i afrohet xhenetit sa në bril subhanallahu. A çfarë afër vije? Mirë, po yasbiqul kitab. Vjen libri thotë ja, ball më aftë. Të kena prit ball, po ja veç një ball të kena prit. S'ka pritje më aftë. Andaj Allahu xhallahu ndoshta e preturin 50 për tauba,
Mirë, po kur vjet caktimi nuk e pret as 50 sekonda më aftë. Prandaj duhet këtë pritit Allahu xhallahu që po na jep këtë mundësi për të zgju, këtë mundësi për të jetu, ta shfrytëzojmë për ta përmirësuar cilësitë e jetës tonë, në kuptim të veprave të mira, nga se në çdo moment thash mund të bie xhiles. Çdo moment mund të roket nder melekul mauti. Dhe melekul mauti ka një cilësi shumë interesante. Ai nuk negocion me kërkan hiç, as ka kompromis, as nuk korruptohet, s'ka krijes që ka pas mundësi me negociu me të ata. Nga se ai është i autorizuar nga Allahu xhallahu ala, dhe sikur edhe vëllezërit e tij, apo yef'aluna ma la ya'suna Allah ma amarahum wa yef'aluna ma yu'marun. Ata nuk e kundërshtojnë Allahun në atë që i urdhnon dhe zbatojnë atë që janë urdhëruar për të. Prandaj kjo thash ja besimtar një shtytje përpara për ta përmirësuar jetën e tij, për ta përshpejtuar procesin e përmirësimit. Prandaj nga njohja e drejtë e emrit të Allahut El-Hayy është mos prolongimi dhe shtyrja e përmirësimit për një javë, për 2 javë, për 1 muaj, por për shpejtimi i këtij procesi, nga se nuk e di ma kem kohë. Me ditëna që i kemi edhe 50 jetë, ja bën kallaj, apo pak Ramazan e arshëm, e pak tjetër në kështu më radhë, po nuk e di me sa i kemi. Edhe çdo ditë jemi në harxhim e sipër. Ti çdo ditë duke harxhuar nga kjo jetë që Allahu ta ka dhënë. Prandaj çdo ditë që shkon është në disfavorin tënd, nuk është favorin tënd. Çdo ditë që të humbi ka i ditë. Përballë kësaj humbje, a je të fitu diçka? Prandaj kjo është ajo tregtia e sigurt e besimtarit që e bën. Nuk humb pa fitu diçka. Mi pason njerëz ka që humbin pa fitu kurrë. Një ditë kur shkon, a din sa është trajt është. Nëse s'ke fitu me një ditë, një hap përpara xhenetit që ke hub shumë. Ke hub shumë. Nga se s'ki ditë me hub, ti duke u harxhu. Çdo ditë duke u shpenzu, nuk je duke u mush. As nuk ka stacion për mbushje, i kena harxhu 30 vjet në xahiliat. Tash është një stacion dikun që shkon mushësh, i kompenzon 30 s'ka ashtu. Të kanë shku 30 në xahiliat, të kanë shku 10, 15 a punë ka shku mo. Tash këqyra rritë kualitetin e punëve tuaja që të kompenzosh çka të ka ik. Nga se ajo ka marrë fund të shkumja. Tarnu nuk e din, prandaj kjo pak kamet apo. Gjysmë e kësaj që kamet është në gjumë, s'ki çara pa flajt, tash para më so pak kamet për me e kompenzu vetëm të kaluamën. Mos flasim për me ndërtu të ardhmen ato. Prandaj kjo i ka bërë sapë pejgamberi me shfrytzu kohën, e me rujt kohën, e me shfrytzu jetën maksimalisht, nga se kjo jetë nuk është për aventura. Kjo jetë nuk është për ta rrezikuar dikun tjetër, nga se e kemi veç një. E kur e kemi veç një dhe ato nuk e dim sa e kemi, padyshim se kjo na vetëdijson që të jemi pak më ndryshe në angazhimet tona, të jemi pak më ndryshe në preokupimet tona, të jemi pak më ndryshe në fjalët tona, në veprat tona e kështu me radhë. Andaj gjithë këtë përmirësim dhe këtë fuqi për përmirësim dhe këtë mentalitet dhe këtë kuptim tash na e jep për jetën përgjithësi, na e jep kush? Emri Allah xhallahu ala El-Hayy. Gjithashtu prej asaj që kuptojnë është se Allahu xhallahu ala është ai që jep jetën. Dhe ai na ka përmendur se në jetën e kësaj bote jeta është e kufizuar. Të gjithë kanë me shiju vdekjen. Mirë po, pas kësaj është një jetë tjetër, e cila nuk merr fund më kurrë ato. Prandaj na duhet me kërku nga ai që është i gjallë, që pas vdekjes tonë këtë botë na jap një gjallëri me kuptim tjetër në botën tjetër ato. Prandaj Allahu xhallahu ala i ka stimuluar robët e tij që të vazhdojnë me punë mira, me çka? Ai u ka thonë për shembull Allahu xhallahu ala, falë namazin, jap në zakatin, ruan nga harami, bën kët, ja ushty ka 10 vjet jetën këtë botë, ja apton. Nuk ka thonë këtu ja ushtoj apton, po ka thonë nuk ju leu pa jetë. Por ju këtu, dikon tjetër ku jeta pastaj nuk ka mangësi, ku jeta pastaj nuk ka dobësi, nuk ka smundje, por khalidin fiha abada. Për gjithmonë me në xhennet. Kush është ai që jep robëve të jetë vazhdueshme në xhennet, që aty të vdekurve, njëri kanë gjallë, ju ka hapet Allahu xhallahu ala. Ju ka hapet i ka ringjall njëra, pastaj ju ka jap jetë vazhdueshme në xhennet, jetë që tashmë është pak më ndryshe, me një cilësi tjetër. Në këtë jetë nuk ka lodhje, në këtë jetë nuk ka smundje, në këtë jetë nuk ka mërzi, këtë jetë nuk ka asgjë që e rrezikon cilësinë e saj. Kjo është jeta në xhennet. Ka disa të tjerë, apo
që ua ka jep një lloj jete. Mirë po ata, subhanallah, paramenda një jetë që njëri ditë për ditë e mallkon vetën e tij dhe lut Allahut me e myta atë. Kjo është jeta e gjunaqarëve, kufarëve në xhenem, Allahu na ruaj. Të çdo ditë lum në xhenem e lut Allahu xhallahu ala me vdekje. Me myt Allahu xhallahu ala. Mi pa Allah thot la yamutu fiha wala yahya. As nuk e mysëm e as për zgjallë se lojm. Do parna një jetë për zgazepi. Një jetë për zgazepi. E jeta e më të tjeshme, apo kvaliteti i saj, cilësia e saj, mirësia e saj, po edhe e keqja e saj, varet për kësaj jete këtu. Andaj njëri prej këtu me jetën e tij këtu e rregullon jetën e tij pas vdekjes. Andaj ajo është Allahu xhallahu ala që banorët e xhenetit u jep për hershmëri dhe nuk vdesin kurrë. Jo për shkak se ata tash kanë një kombinim të caktuar organesh të pavdekshme, jo. Por Allahu xhallahu ala gjykon tash përsëri me emrin e tij El Hayy që ata të jetojnë në pavdekshmëri gjithmonë, sikur që në ditën e njohur të Buhariut, ku pejgamberi sa më thot, kur të vendosen banorët e xhenetit në xhenet dhe banorët e xhenemit në xhenem, vije një melek me një dele, apo e cila gjysmën e ka të bardhë e gjysmën e ka të zezë dhe therrët në mes xhenetit dhe xhenemit. Dhe kthehet meleku ka banorët e xhenetit thot ja ahlal janna khuludun wala maut. Banorët e xhenetit për hershmëri s'ka dek për juve. Dhe kjo thot pejgamberi u ashton gëzimin mi gëzim, nga se kur din që këtë kënaqësi që po përjetojmë s'ki mund largu kur për këtu apo. Është e përhershme për ty. Ndërsa kthehet ka banorët e xhenemit thot ja ahlan nar khuludun wala maut. Banorët e xhenemit për hershmëri s'ka vdekje për juve asnjëherë. Kjo thot pejgamberi u ashton dëshpërimin me dëshpërim. Nga se do dëshiron që të vdesin, por nuk vdesin. Do dëshiron të jesin si kafsha, të bëjnë dhej, hi dhe plor, por Allah nuk i bën. I mban në dënim të vazhdueshëm. Prandaj gjitha këto, thash, na jep kuptimi i drejtë i emrit të Allah xhallahu ala El Hayy. Dhe përfundua ta përmendin një pikë që duhet vazhdojmë pastaj më tutje me shërimin e saj, se njeriu nuk është i gjallë në kuptimin e gjallërisë së kërkuar. Nuk është i gjallë njeriu me gjallërinë e organeve të tij vitale. Nuk është njeriu i gjallë realisht pse i punon mëlçia. Nuk është njeriu realisht i gjallë pse i punon mushkrit. Nuk është njeriu realisht i gjallë pse i punon veshkët ose qarkullimi i gjakut në rregull. Nuk është ky realisht i gjallë sipas kuptimit të emrit Allahu El Hayy. Por i gjallë është ai që ka zemrën e gjallë. Zemra e gjallë, një zemër që nuk e ka plu smundje e as vdekje, Allah na ruaj. Pra dhe ne duhet jemi në kërkim të vazhdueshëm të kësaj zemre të gjallë. Cilat janë shenjat e kësaj zemre? Si arrihet kjo zemër dhe si duket kjo zemër? Kjo duhet na bën përshtypje realisht, nga se në gjallërinë e kësaj zemre dhe në arritjen e kësaj zemre është edhe jeta jon kualitative, ajo që ne po e kërkojmë. Nga se tek fundit njëri ka lloj jete. Ka jetë sikurse jeta e baktive dhe kafshëve, që neve nuk duhet na bën përshtypje kjo. Pra jeta reale që ishim duke folur për të deri më herët dhe që na garanton përhershmëri të këndshme në ahiret është ajo jetë që gjallërinë e saj e merr nga gjallëria e zemrës së saj. Jo kuptimin e zemrës si organ, apo nëse kjo padyshim është kusht për gjallërinë e çdo kujt. Mirë po në kuptimin e cilësisë dhe cilësisë së jetës që dallon nga jeta e krijesave tjera. Prandaj me emrin Allah El Hayy, elusim Allah që të ngjall zemrat tona. Dhe që t'i bën ato me gjallëri të mjaftueshme për të jetuar jetë kualitative, cilësore sikur na ka premtuar Allahu subhanahu wa taala. Sot qoftë ne këtu po japim fund kësaj pjese të parë, e bëjmë një pushim e pastaj inshallah zakonisht kthehemi apo në pjesën e dytë me pikat e mbetura lidhe me emrin Allah El Hayy. Allahu shpëlbeft sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.